Qoftë lutë Jezu Krishti, të dashtën vllazën e motra, vazhdoj me emisionet tona mi komentin letrës Shpresa nuk zgënjen të Papa Franceskut në lidhje me vitin jubilar 2025. Dhe Papa duke fol për tema të ndryshme, të cilat i fton të shohim si shenja shpreset, ndalet tek të rinjt. E sot do të flasim për të rinjt në mënyrë të posaçme. Por më parë po lexojmë numrin 12 të letrës së Papës, që flet pikërisht me të rinjt, e shohim se letra edhe këtu është plot me nuanca njerëzore që është tipike e gjitha ligjëratave të Papa Franceskut. Dhe do ta kuptojmë se një jetim shumë e gjanë, e cila është e pamundur të shtërohet në pak minuta, por do të përpiqemi të ndjekim frymen e përshpirtërisë së kishës në mënyrë të posaçme, dhe këtë gjë praktikisht përpiqet Papa të paraqesin e të përmbledhin në numrin 12 që thamë pra. Po e lexojmë. Thot Papa, për shenja shprese kanë nevojë edhe ata që e përfaqësojnë atë në vetvete, të rinjt. Sa bukur. Të rinjt e përfaqësojnë vetvete shpresën pra. Vazhdon Papa, fatkeqësisht ata shpeshherë shohin të shkërmoqen e ëndrat e tyre. Nuk mund t'i zgënjejmë, e ardhmja bazohet në entuziazmin e tyre. Dhe pëlqen shumë kjo fjalë e Papës, nuk mund t'i zgënjejmë, si thosh, është detyrim moral mbi gjitha, për gjithë ato që janë matritun, që të mos ja lejojnë vetes t'i zgënjejnë të rinjt, është mëkat, po ta themi, po ta shohim mirë, t'i zgënjejmë të gjitha entuziazmet e tyre të mëdha pra. E vazhdon Papa, është bukur kur ishe ata të çlirojnë energji, për shembull, kur i përveshin mangët dhe i përvishin vullnetarisht në situata fatkeqësish dhe vështirësish sociale. E në fakt rinjt, edhe vetë si famullitar, shpeshherë më ka qellu ta shoh prej afër, kanë shumë dëshirë të zhyten në situata vullnetariatit, mund të themi, pra për të ndihmuar falas në nivel social, pra bashkësinë njerëzore. Vazhdon Papa, por është e trishtueshme të shohësh të rinj pa shpresë. Për më tepër kur e ardhmja është e pasigurt dhe e papërshkueshme nga ëndrat. Kur studimi nuk ofron rrugdalje dhe mungesa e një pune ose një profesioni mjaftueshëm i qëndrueshëm rrezikon të azhësojë dëshirat. Është e pashmangshme që e tashme të mos jetë në melankoli dhe mërzi. Dhe gjithë e dim sa keq është të shohësh të rinj që me të vërtet nisen me shumë entuziazëm, bëjnë çmosin të jenë sa ma të shkëlqyeshëm, ekselencës, përdoret më shumë të thuhet në studime, por në fund nuk arrin të gjejnë punë. Edhe këtu Papa thotë pra është detyrë e shoqërisë, në mënyrë të veçantë të politikanëve, të sigurojnë një punë në profesionin e tyre. Iluzioni i drogës, rreziku i rebelimit dhe kërkimi i gjërave të përkohshme krijojnë tek ata më shumë se te të tjerët konfuzion dhe fshehin bukurinë dhe kuptimin e jetës, duke i bërë që të rrëshqasin në humnerat e errëta dhe duke i shtyrë drejt gjesteve vetë shkatruese. E gjithë ne jemi dëshmitar sa damin e ban droga. E ban droga për arsye se duket si streha e shpejtë, droga edhe format e tjera të varësisë të pashnetshme. Ka edhe varësi të shnetshme, si thosh varësia ndaj vlerave. Do ta shohim, është mirë ta kemi gjithë, por droga nuk është vlerë. Alkooli nuk është vlerë. Veset e ndryshme nuk janë vlerë. Por gjitha këto krijojnë rrëmuj, konfuzion pra. Për këtë arsye, jubileu duhet ta frymëzojë kishën, vazhdon Papa, që të bëjë përpjekje më të mëdha për t'i afruar ata. Të angazhohemi, thot Papa, pra si kishë në këtë jubile të bëjmë më shumë për ta. Me një zell të përtërir të kujdesemi për adoleshent, student, të fejuarit, brezat e rinj. Tua tregojmë afërsinë të rinjve, sepse ata janë gëzimi dhe shpresa e kishës dhe e botës. Sa bukur ti tregojmë afërsi, thot ty në njerëz. Ato vetë janë gëzime dhe shpresa jonë. E saktësoj me njëherë se vetë Papa e pamse e thot, duke fol për të rinjt, përfshin të gjitha kategoritë që janë adoleshent, student, të fejumt, të sapo martumt. Pra nuk është duke fol, do të ishte mirë të flitej për secilin për këtyre faza, sepse kanë dallimet e veta, një adoleshent me një të ri matritën ose një çift fejumsh me një çift sapo martumsh. Por
po i fusim të gjithë në këtë kategori, pra si gjithë ata që janë të rinë e ecjen e jetës dhe kërkojnë një vëmendje të posaçme. Më ka pëlqyer gjithmonë një shprehje që Papa Francesku thoshte të rinjve në njërin prej ditëve botërore, u thoshte ju nuk jeni vetëm e ardhmja, por jeni edhe e tashmja. Edhe në fakt studiuesit thonë se nuk është mirë që të rinjt të shihen vetëm si një urë kalimi, si rinia të shihet si një fazë për të kaluar tek mosha arritun. Atëherë fillon jeta tek mosha arritun. Jo. Edhe rinia është një moshë. Pikë. Nuk mund të thush thjesht janë e ardhmja, sepse nuk merresh me tashmen atëherë edhe krijon katastrofë pastaj. Edhe nuk e respekton të tashmen në vetë vlerën që ajo ka. Pra, nuk janë një urë kalimit. Rinia duhet studiu si vlerën vetvete. Edhe kjo i ndihmon studiuesit, gjithë ato që merren me të rit, sidomos prind, që ta shohin më me qetësi brezin e rinisë. Është e vërtetë se është ai ankthi i asaj që mund të shpërthejnë në mendjen e një triu. Por ndoshta duhet të shihet më me qetësi gjithë kjo aftësi për të shpërthyer, duhet të kanalizohet drejt vlerave të përshtatshme. Pra, shumë bukur është ajo që thot Papa, nuk jeni vetëm e ardhme, por jeni edhe e tashme, edhe pastaj të tashme në shohim me qetësi, e në të tashmen Zoti bëhet i pranishëm. Prandaj duke u marrë mirë me të riun, ne shohim edhe veprën e Zotit në jetën e të riut, e si pasojë në jetën e shoqërisë. E tham, kategoritë për cilat Papa Francesku është duke fol janë një hark shumë i gjanë, pra moshet. Adoleshenca, që mund të themi fillon nga mosha 14 vjeçare, pak a shumë, e deri tek çiftet e reja. Studiuesit thonë diçka interesante. Adoleshenca ka tendencën të shtyhet kufiri i saj. Zakonisht thuhej deri 25 vjeç maksimumi përpara, por studiuesit thonë se tashti shohim se të njëjtat tipare karakteristikat që kishte adoleshenca përpara vazhdojnë të jetojnë edhe për shumë vite tjera, deri në moshën 30 vjeç. Tek ato që dojnë të ishin tashmë të futën në një kategori tjetër të rinisë, të rritën më saktë. Është vërtet se edhe kjo ka një arsye, por ka edhe pasoja, ka një arsye që është zgjat kufini, është shty kufini, por ka edhe pasoja sepse zakonisht atëherën vonojnë të marrin vendime të forta në jetë, vendime përfundimtare, si për shembull kanë frikë të martohen, kanë frikë të marrin një vendim. E kjo frikë nuk është vetëm shenjë pjekurisë së tyre, bashkëjetesa që mjerisht është bën edhe një fenomen, se mjerisht sepse për kishën është gjithmonë një mëkat, por bashkëjetesa që është bën një fenomen që po duket sikur pranohet me qetësi, nuk është shenjë pjekurie, është shenjë frikët, shenjë pasigurie, po presim të njohim njëri tjetrin, por nuk din të vendosin. Martesa nuk është ashtu, nuk është ta njohim krejt njëri, ne nuk njohim veten. E si mund të veprojmë këtë rast? Thjesht mësojmë, reagojmë kur dalin si thosh faza të cilat nuk dim të menaxhojmë. Mësojmë të reagojmë mbas vlerave dhe ecim përpara, kështu edhe në jetën bashkëtorë, por thash ka pasojat e veta shtyrja e kufirit të adoleshencës. Rreziku që vjen nga bashkëjetesa, po flasim këtu, por rrezikon të duket si moral, është edhe luhatja e vazhdueshme, pastaj mbyllja në jetë. Kemi folur edhe në emisione të tjera për përdorimin në masë i kontraceptive, prezervative, formave për me izolu jetën, nuk është shenjë pjekurie, është një mënyrë për ta friksu hapjen në jetë. Në bashkëjetesë kjo frikë është edhe më e madhe. E plus rreziku i aborteve, që është mëkat mortar, mëkat vërtet vrasje praktikisht për kishën. Dhe në bashkëjetesë, si thosh, porta e rrezikut për abort mbetet edhe më hapun. Mungesa sakramenteve, sepse një çift që nuk ka sakramentin e martesës, si pasojë nuk mund të rrëfehet, sepse vazhdon të jetojë në një bashkëjetesë për një mëkat, dhe rrëfimi presupozon që ti përpiqesh të ndryshosh jetë. Nëse nuk e merr si angazhim në rrëfim, pra thuan do të vazhdoj të bashkëjetoj, atëherë se ko të rrëfesh. E si pasojë nuk mund as të kongohesh, pra. Kjo krijon edhe një vështirësi të madhe në ecjen e hirit. Prandaj është mëkat bashkëjetesa, sepse pengon në jetën e hirit.
shoqërimi i çifteve të reja është shumë i dobishëm, e këtyre çifteve të reja Papa Francesku u thoshte që është mirë të keni kurajën, të keni guxim në jetë. Një fjalë shumë e bukur e Papa Benediktit ndaj çifteve të reja ishte kjo. Kujdes, thoshte, sepse duke pritur të piqen kushtet, rrezikoni të digjni etapat e ecjes. Duke pritur të piqen kushtet, digjen etapat e ecjes. Disa fillojnë të bajnë fëmijë në moshën 30 vjeçare. Moshë pranohet për mashkullin, për gruan mund të ketë rreziqet e veta. Nuk është normale ajo moshë. Mund bëhen, patjetër edhe më vonë. Shkenca e pohon, nuk jam mjek, por mjekësia e pohon se ka vështirësitë e veta e rreziqet e veta. Edhe mundësinë që të ndodhin edhe më shumë probleme pastaj shëndetësore tek fëmia e tek nana. Pra, rrezikoni të digjni etapat, thot Papa. Por, të flasim për rinin, po bëjmë gabimin që rinis nuk i pëlqen të japim formula. Rinis zakonisht nuk i pëlqen që t'jepen formula fort kollaj, sepse vetë natyra e të rinjve, gjithë kemi qenë të rinj, dhe natyra e të rinjve prirë të mendoj se s'ka nevoj për formula në jetë. Është një prirë pak e ngushme dhe me gabime patjetër, por është një prirë që kallëzon energjinë e jashtëzakonshme që ata e kanë dhe aftësinë që ata kanë për të ndryshuar disa skema mendore të shoqërisë që gjejnë. Megjithatë, më pëlqen të nisemi nga një kuriozitet. Sepse nganjëherë të rinjt thonë, këto të vjetrit s'din gjë. E të vjetrit, pak si kollaj, thonë, këto të rinjt e sotëm kanë ndryshuar s'janë mas si dikur. Cili prej nesh nuk ka dëgjuar, jo një, po disa ples që thonë, të rinjt e sotëm nuk dëgjojnë. E nganjëherë këtë gjë kemi në gojë edhe ne priftet që merremi shumë nganjëherë me të rinjt nëpër famullit tona. Është e vërtetë se mund të ndryshojnë, por nuk është sinonim i përkesimit ndryshimi. Kujdes kur ne e jetojmë ndryshimin si frymë përkesimit, sepse kjo frymë pas ka kriju probleme në shekuj, në mijë vjeçar. Prandaj thash po nisim për një kuriozitetit që thotë se është gjetë mbi një papir egjiptian, pra shkruanin dikur mbi papire, i cili daton rreth 3000 vite para Krishtit. Shtoj edhe 2000 mas Krishtit, pra 2025, pra rreth 5025 vite më parë, është gjetë një papir, pra, që kishte shkruar te këto fjalë në Egjipt. As koha nuk është më si ka qenë dikur. Fëmijët nuk i ndjekin më prindërit e tyre. 5000 vjet më parë thuhej kjo fjalë. Dikur ishim më të mirë. S'ka më fëmijë si dikur. Ma vonë, rreth 1000 vite para Krishtit, pra shtoj 2000 vite, pra rreth 3000 vite prej sot, me një copë argjile babiloneze, janë gjetë këto fjalë. Kjo rini është e prishur deri në palc, është e keqe, jo fetare, edhe demele, kur nuk do t'jetë si rinia dikurshme, nuk do t'arri kur t'arruj kulturën tonë, 3000 vjet më parë. Një shkrim tjetër, 700 vjet para Krishtit, thoshte kështu: nëse ardhmja duhet të varet nga rinia sipërfaqësore që kemi sot, unë atëherë nuk ushqej më asnjë shpresë për të ardhmen e popullit tonë, sepse kjo rini është padyshim e padurueshme dhe e pasjellshme. Kur isha unë i ri, më kanë mësuar mënyrat e mira dhe respektin për prindrit, ndërsa rinia sot me gjithmonë dëshiron të thotë mendimin e vet dhe është e paturpshme. A kuptoni? 3000 vjet para Krishtit, 1000 vjet para Krishtit, 700 vjet para Krishtit, brazat që vinin më vonë shanin ato që ishin aktual dhe lëvdonin brazat e dikurshëm. Pra, lëvdonin ato që shaheshin në kohën kur këto ishin të rinj. A kuptoni? Pra pas ka qenë gjithmonë kjo formë. Me thanë rini sipërfaqësore, rini e padurueshme, pa respekt, e paturpshme, qortime gati si sot. Është gjetë në një predikim të një fratit në vitin të një murgut, në vitin 1095 pas Krishtit, pra, është gjetë kjo që vjen. Bota është duke kaluar një periudhë të trazuar. Rinia sot me nuk mendon më për asgjë, mendon vetëm për vete, nuk ka më respekt për prindërit e të moshuarit. Të rinjt janë tolerant, flasin shkurt si të ishin më dishmit e botës. Pastaj vajzat
janë krejt boshe, të marra e idiote, të pa cipa dhe të pa dignitet kur flasin, kur vishen e kur jetojnë. Duke sikur jam duke dëgju plakat e famullive ku kam shërby, pra. Shisi veshen dritë e sotit, nuk dëgjojnë, flasin shkurt, janë tolerant, shisi ecin. Praktikisht kjo është thënë në vitin 1995. Mirë, nuk dënë shumë fantazia atëherë me imagjinu se si të rinjt e atyre epoka do të kenë thënë për ples, pra, kur ples pas kanë thënë gjithmonë kështu, edhe të rinjt gjithmonë do të kenë thënë të vjetrit nuk kuptojnë, kanë një mentalitet të vjetër, kanë ndryshu koha, na kontrollojnë pak si tepër. Këto të vjetrit flasin gjithmonë të njëjtat muhabete, pra gjana që kemi thënë edhe ne i themi edhe sot. Ose ajo fraza, si jemi ma, si dikur sot jemi në 2025, në 2004, pra. Janë ato formulat, si të stereotipet që krijohen edhe paralizojnë çdo lloj arsyetimi të mëtejshëm. Mirë, por mund të bëjmë një pyetje që besoj është me vend në këtë rast. Ku qëndron problemi, pra? Me që pas kanë qenë bërë gjithmonë këto dallime kaq të forta. Ku qëndron problemi? Pse të rinjt ankohen për të vjetit i dëgjume o ankohen për të rinjt. Ndërkohë që ka një paradoks që ne kemi përdit parasysh. Për shembull, pse nuk ankohen zakonisht gjyshat për nipat, e nipat për gjyshat? Pse nuk thonë për shembull, s'ta kuptojnë, mas tjena palë nuk e thot. Edhe pse nuk është se kuptohen, po ta mendosh, nuk është se kuptohen fort. Por ankohen ma pak njëna brezni për tjetrin. Edhe distanca mes breznive të gjyshave me nipat është prap ma madhe. Po të fusesh prind me fëmijët, distanca ma shkurt, por këta ankohen shumë. Unë besoj se nuk është gabim të mendohet se mungon koha e kalume së bashkut. Kur mungon koha e kalume së bashkut, pa tjetër që mungon edhe njohja e nërsjallët. Kur nuk gjejmë kohë me nej me njëri tjetrin familje, prandaj edhe nuk njihemi. Prandaj gjyshat me nipat njihen, sepse gjejnë kohë me nej me njëri tjetrin. Mund të themi kanë kohë boll, sepse gjyshat janë pension, nipat nuk bëjnë kur gjë, edhe, por rezultati është fantastik, sepse merren vesh, pse nuk duhet gjejnë kohë, prind e fëmijë. Nëse arrin të gjejmë kohë me nej me njëri tjetrin, unë besoj se eliminohen shumë gjana. Me gjetë kohë edhe kur s'ke kohë, mos me prit që të vinë koha, por gjeje me kohën, mund duken lloj fjalësh. Mos prit që të vinë koha me i lanë punë, me marrë familjen e me ba një shëtitje, ose me nej pak ma shumë në shtëpinë tane. Jo me folë për temat e mëdha, po flas fjalë ndoshta të ngushme, por unë i besoj fortësisht të gjana. Jo me folë për temat e mëdha, po mlidhen, flasin për familjen, ç'a është jeta, ç'a është fejesa, ç'a është martesa. S'ke nevojë, leni këto debat, këto biseda. Mund dalin edhe ato, por rri për gjana kote, gjej një loj kote, del një shëtitje me pa një vend, s'ke nevojë detyrimisht me shku larg për me kalu mirë me familjen tane. Edhe me pak ekonomi gjehet koha, kur e dën kohën. Por gjej kohë me lujt, me ba si i marë me fëmijët tuaj, me lujt si kali, me fëmija, me lujt, me gjetë kohë, me kalu kohën pak, sepse fëmija ka nevojë një ashtu përçohen emocionet ma fantastike si mund përçohen. Ashtu fëmija e kupton se ti je i çmueshëm për ta. Edhe ti e kupton se edhe je i çmueshëm për fëmijën, e kupton sepse e sheh faktikisht. E fëmija e kupton se ti e don kur lën diçka për ta. Ka me ardhë koha vetë, sepse mosha, jeta të shtyn, ka me ardhë koha me folë edhe për temat e mëdha, detyrimisht, për fejesen, për shgënjimet, për smundjet, për gjanat, për gjitha temat, sepse të përplas jeta vetë, për vdekjet e ndryshme, të përplas jeta vetë, edhe aty ke kohë atëherë me folë edhe për temat e mëdha. Por këto ndodhin shumë rrallë, edhe është ma mirë që ndodhin shumë rrallë, sepse truni nuk e man gjithat ngarkesë nëse ndodh shpesh. Por të gjejmë kohë me kalu kohë kot me njëri tjetrin, me qartë kohë me njëri tjetrin. Për mis që dojmë, gjithmonë e gjejmë kohën. Për mis që nuk i dojmë fort, i themi, kam shumë punë, dhe gjejmë kohë. E kam fjallën për familjet, mandena, sepse për mis është e vërtet se mund të themi s'kam kohë edhe kur kemi kohë, sepse nuk do të bahemi të ranë, por për familjen është mirë që të gjehet kohë. Njëherë, më ka me të mend një histori simpatike që kam dëgju. Njëherë një fëmijë i thot tjatit, o babi, i thot kjo vajza vogël, i thot, sa lek fitan atje te puna jote?
për një orë. E jati i thot, paka shumë, 3.000 lek i thot, për një orë. Mirë, apo më fal 1.000 lek i thot. Ma shtruse, prandaj më pyete i thot, se deshte lek. Apo më fal 1.000 lek i thot. Ja fal. Të nesër me mbrëmë e bie i thot, babi, apo më fal edhe 1.000 lek. Po më përdor pak si tepër i thot. Ja fale 1.000 lek i thot. Hajde çoj me fjetë dhe ta fali 1.000 lekshin te shtrati. Ja jep edhe 1.000 lekshin, edhe kjo çon jo stekun, kishte poshtë ja stekut edhe 4.000 lek tjera. Bashkë me 1.000 lekshin që i dha jati, po flasë me të vjetër, por është një prallë, por mund t'jetë edhe shumë e vërtet, pse jo, por mëson shumë. Edhe ngjarë total vajza prej poshtë ja stekut ngjarë 5.000 lek. Edhe i thot tjatit, i thot, babi, na 5.000 lek, thot, edhe nesër, a mundesh me ardh, thot, një orë ma herët edhe rrim bashkë, thot, po ta paguajë në orën e punës. Edhe jati e kupton që ishte dashur me kuptu, se nuk është vetëm makineri i punët, por fëmia ka nevojë për praninë e tij. Për praninë e tij e për praninë e saj. Është e vërtetë se puna duhet edhe fëmia, është e vërtetë se nuk e koncepton rëndësinë e punës, sepse nuk e din se e marrën me ekonominë tona. Nëse ke durimin t'ia shpjegosh, kupton atë çfarë është e rëndësishme, por din të shkojnë edhe tek gjanat më të rëndësishme se gjanat e rëndësishme, që janë afektet njerëzore, të cilat ndërtohen vetëm duke qenë së bashku. Thash, është e vërtetë se duhet edhe puna, por nëse prindi nuk e kujton se nuk është makineri i punës, por është një prani mi të gjitha, që dhuron dashni më shumë se kushdo tjetër, se s'ka kohë marr një dashni më shumë se sa aty. Edhe ashtu është mirë që të jetë, sepse rrezikon të jetë edhe një dashni mashtruese, dashni e dikujt tjetër. Atëherën e kupton se nuk është vetëm makineri i punës, por edhe mi të gjitha dhurues i vetvetes. Më pëlqen të kujtoj në këtë rast, jemi duke folur për të rit, si të mos flitet për shenjtin që zakonisht për të rit thuhet se është marrë më shumë se të gjithë. Jemi duke folur për Don Boskon, por gjithë shenjtit janë marrë shumë me të rinj. Shumë, edhe Nën Tereza është marrë shumë me të rinj, sidomos treja që hynin në kongregatën e saj, është marrë shumë edhe ka menduar shumë se si të mendojnë formimin e tyre. Jo thjesht në funksion të shërbimit, por edhe si njerëz ti presin në kongregat. Gjithë shenjtrit janë marrë me të rinj. Megjithatë është fakt që më sa duket pranohet se Don Bosko është marrë më shumë me të rinjt dhe e quhet shenjti i të rinjve në përgjithësi. Ky shenjt italian që ka jetuar në shekullin 19. Njëherë thuhet një fakt interesant, shumë i bukur. Kam fjalën pra duke vazhdu këtë idenë e kohës që duhet kalojmë me tren, që nuk është kohë kot për ndaqje me hy praktikisht me u kuptu me ta. Para se ta vazhdoj, po shihni se për ata që janë duke ndjek qysh në fillim emisionin, jemi duke fol për të rit, po sa shumë kohë po harxojmë duke fol për të ritunit, sepse nuk është një temë që duhet trajtohet e izoluar vetvete. Do të ishte gabim fatal të trajtohej izoluar vetvete. O do të futen brenda familjes, brenda disa kontureve shoqërore, ose për ndryshe flasim në avokot, japim formula që të rinj formula thame, i urrejnë nuk i kanë fërcif, edhe deri diku me drejt. Por po thosha, Don Bosko një herë thuhet, kishte 4 vite që ishte bë meshtar, një prift më i moshuar, me shumë intuit, që ta ndihmonte të zhytej mirë në realitetin baritor ku gjendej atje në Torino, e thirrin famullinë e vet dhe i tha, Don Bosko, a mund shkosh në burg të bash një vizitë tek djemt e burgosën atje. Don Bosko shkoi atje dhe meti i befasum kur pau se burgjet ishin plot në Torino në atë kohë, bëhet fjalë për në vitin 1855. Ishin plot me të rinj, nga mosha 14 vjeçare, 18 vjeçare ishin shumë, të dënuar ndoshta edhe për një vjedhje, për një ngatresë, pra me pak por të izoluar brenda burgjeve, ndoshta me fajt vetin, patjetër, por ju dhimbten. U miqësu me këto të rinj, filloi të bante shumë takime, filloi të shkonte shpesh në burg dhe filloi të bante deri edhe ushtrime shpirtërore, traditore, të shkonte po për mesh të ndryshme. Derisa një ditë surprizoi drejtorin e burgut se i shkoi në zyre dhe i tha: "Kam një kërkesë." Ta dëgjojmë, tha drejtori i burgut. "Ça?" "Kam dëshirë ti marr të rinjt e ishin me dhjetra, ti marr të dalim një shëtitje në bregut Lumit me to." Drejtori i burgut i tha, "Normal, ai e i marrë, tha, ata janë burgosën, sa me hap pak derën, ikun gjithë." Jo, i thot, "Unë t'jap fjalën se asnjë nuk do të ikun. Nëse ik në njëri më fut mua në vend tyne."
E drejtori i burgut, duke e pa gjithë këtë vendosmëri, çuditërisht e u dorëzu. Edhe Nolli ashtu në fakt, i mori gjithë një ditë shumë e bukur me lojna, me kthime, me vrapime, duke ngrënë diçka që kishte marrë me vete Don Bosco, duke u lanë në lum, e duke qesh si e kanë zakon të rinjt, u rrëfynë, thanë meshin, morën kungimin, e në mramët u kthynë të gjithë. Drejtori i burgut, që ishte i sigurt që nuk do të ktheheshin të gjithë, u befasua dhe marrën veti Don Bosco, i thotë, si ka mundësi, thotë, që erdhen gjithë, i thotë. Qa bane, pse e ban ti këtë gjë e nuk e bëjmë na? E Don Bosco i tha, sepse unë i du, nërsa ju jo. Unë u flasë për Zotin e për Parizin, nërsa ju nuk e bani. Një krenari shumë e bukur kjo e Don Bosco, një krenari e shenjtë, një autoritet që niset prej fesë, prej dashnisë, prej zemërgjansisë, një maturi, një, si thush, me rreziqet e veta, kush mund marrin të unë, do ta kisha shumë vështirë të bëj, ndoshta të pamujtën, t'ja bëj një kërkesë tillë, do të jetë një hir i Zotit i posaçëm që Don Bosco e kishte në ato çaste, e në vazhdim jetën e tij. Por po thosha, përgjigja ishte fantastike. Unë shkoj ju flas për gjanat, edhe i du, por shkoj flas për gjanat që ju kujtoni se janë të rëndësishme. Zoti, Parizi, nuk janë tema kështu për të vjetrit. Mjafton të gjash formën si me u fol. Don Bosco do të kushtote shumë të rive, masa i thote, mjafton që ju t'jeni të rinj e unë t'ju du, thot. Janë disa dëshmi, por në tjera Don Bosco thoshte një frasi kamet si parull legendare, thoshte edhe është mirë që ose harrojnë as të rritunit e sidomos prind. Të rinj, thoshte Don Bosco, duhet jo vetëm ti duam, por edhe t'ua themi se i duam. T'ua themi, jo vetëm t'ua bëjmë me kuptu se i dojmë, por duhet me thonë, hape gojen, gjeje formen, se nuk ashtë duhet ta lastosh fëmin, por duhet me thonë se për ty aja është gjithë shka. Nëse i nullë gjatë, ti nuk je ma njajti. Në kuptimin ma njerëzor të fjallës, njeri përbëllën gjithë shka, por ashtë shumë i qmushëm për ty. Thuja, banja dhe ta kuptojnë, por sa bukur kjo fjallë Don Boscos. Të rinj jo vetëm duhet t'i duam, por edhe t'ua themi se i duam. E dashuria ishte e prekshme. A i vetë thoshte, një dashuri duhet tjetë e shpreshme me fjalë, thot, me vepra, deri dhe me shprehjen e syve të ftyrës, thot, trit kanë nevojë për gjitha këto. Me fjalë, me sy, me ftyrë. Një dëshmi shumë e dashtën, që edhe mu personalisht më prek shumë kur e mendoj, thoshte, njëni prej trive, thoshte, se cili prej nesh, kishte ndjesin se ishim i riu i preferum i Don Boscos. Se cili prej nesh kishim ndjesin se ishim i riu i preferum i Don Boscos. Pra, edhe sa për me dha një ide, flitej me qindra të rinj që qarkullonin në oratorin e tije, për shembull një biografi thot një far piket u arrit që të kishte Don Bosco në orator rreth 600 të rinj mrena ndërtesh që kishte marrë me qira, edhe punonin, flenin aty e hanin, 600, e 600 tjerë që vinin vetëm ditën, 1200 vjet që qarkullonin, edhe ekziston kjo dëshmi fantastike që thot, se cili prej nesh kishim ndjesin se jemi të preferuar të Don Boscos, pra sepse mrrinte me përçu gjithë këtë energji, këtë dashni. Mase Shën Luigi Orione, themelusi i Orioninëve që janë edhe në Shqipëri, Shën Luigi Orione, kur kujtonte kohën rreth 16 vjeçar që kishte qenë për 3 vite në orator, kur i thoshin, si ishte ajo kohë? Ishte stina ma lumtur e stime, thot. Edhe kur i flisnin për Don Bosco, thoshte, do të ecja mi gacat ndezura për ta pa dhe një herë, thotë mi thanë falëmnderës. Kisha me esët mi gacat ndezura, veç me taku dhe herë Don Bosco. Nuk po e idealizojmë, por është me të vërtet një njeri që kalon gjurmë të thella, jo vetëm për Italinë, por edhe për gjithë botën. Edhe sot të hysh në institutet e tij të themeluar profetit për në shtëpitë saleziane, duket sikur Don Bosco e shef gjithkund. E nuk e shef vetëm nëpër foto, por sigur e ndjen frymën e tij, është një karizmë e jashtëzakonshme. Prandaj thash, ishte një njeri me dhurata të veçanta, por edhe me një përkushtim po aq të veçantë. Biri i tij më i shkëlqym ishte Shën Dominik Savio, të cilin e priti në orator dhe si thosha u hoqi deri shenjtëris, edhe pse vdiq 15 vjeç. Shën Dominiku do të vdiste në famë shenjtërijet. U quajtë edhe 15 vjeçari nga njëmtar. A i thoshtë në tjera Shën Dominiku, unë duhet, mundem dhe duhet të bëhem shenjt. E keni kuptu se kemi dalë duke fol për shenjtërinë. Nuk është një temë kështu, pa lidhje. Patjetër nuk duhet jemi fanatik.
por kush tha se duhet të dorëzohemi përballë idesë që dojnë me na bë me pranu një sistem gati komunist, me rrit pa Zotin. Nuk thojnë mohoja Zotin, por ja, s'ka nevojë, lënë në vend dytë, lënë në shkallë dytë, se nuk është shumë i rëndësishëm. Sa flitet për Zotin në televizione, sa flitet për Zotin në shkolla. Është e vërtetë se është delikate edhe të flitet nëpër shkolla, sepse varet kush flet, sigur të hyjnë si lanë fetare, po tham. Por rrezikohet të përçohet në gjithë perëndimin një ide gati ateiste. Nuk po thej pastaj për në vende të tjera që janë shprehimisht kundër Zotit, por ose të paktën kundër krishterimit, por po themi nuk është jashtë mendsh të flasësh për shenjtrin të rive. Don Bosco e bante që shkimit e nga ana tjetër prodhonte ndërthojza, prodhonte trin të shkëlqyeshëm për shoqërinë ku ishin. Don Bosco një herë dorëzoi në vitin 1877. Pra, jo shumë larg vitit kur do të vdiste. Pra ka fundi jetës tij, që do të thot me një bagazh, me një përvojë shumë të thellë, dorëzoi një broshure në një shtëpi shkronjë, të cilën e titulloi Sistemi Paranalus i Edukimit të Rinisë. 3 faqe nuk ishin më. Por ato 3 faqe ende sot merren parasysh në formimin e brezave. Këtu un kam një libër shumë të vogël, kjo është shumë i shkurtër, si më thënë, e shihni formatin që ka dhe 39 faqe nuk ka më, por titullohet Të edukosh si Don Bosco dhe niset nga këto 3 faqe të shkruar për Don Boscos, pra mi sistemin Paranalus për edukimin e rinisë dhe e shpjegon se çfarë kuptonte Don Bosco në këtë sistem. Në këtë sistem Don Bosco bazoi mi arsyn, fen dhe dashurinë. Këto thashë shtjellojnë se në kuptim Don Bosco fliste për ta. Po i marrim me radhë arsyn, fen dhe dashurinë, por po fillojmë nga fundi. Nga dashuria. Mos keni frikë me fol trim për dashurinë, sepse u flasin tjerë nëse nuk u flisni si duhet. Është termi më i dashur për zemrën e çdo njeriu, patjetër edhe për triun, por edhe termi më i abuzuar. Dhe të dëgjojnë se mund të ekzistojnë forma edhe të tjera të folënit për dashurinë të rit, përfitojnë shumë. Don Bosco vet nuk druhej të thoshte në sistemin e tij Paranalus se gjithçka unë po them thoshte bazohet me fjalët e Shën Paulit që shkonte i merrte në Bibël. Dhe është letra e parë drejtu Korintianëve, kapitulli 13 është himni i dashurisë, që kemi thujt ne. Ku Shën Pauli flet për thot më e shkëlqyeshme aull është dashuria. Dhe janë disa rreshta, flet janë e gjatë për fen, për shpresën, por ku flet vetëm për dashurinë. Edhe duket Shën Pauli sigurisht duke pikturu sipas tij fytyrën e dashurisë. Dhe thot, gjatë që Don Bosco tha që merr fjalë për fjalë në sistemin e tij të edukimit. Thot, dashuria është zemërgjar, zemërgjanësia. Kemi folë një herë kur kemi folë edhe për durimin, zemërgjanësia është virtyti që duhet ta kenë sidomos edukuesit, normal edhe prind, në funksionin e tyre edhe edukues. Zemërgjanësia të bën ta shohësh tjetrin ashtu si dëshiron ti në fundit, ta shohësh gati qysh tani të formum, edhe të durosh pa përsosmënit e çastit, të durosh e të shohësh talentet që ka, të punosh që të arrijnë të kish durim me mangësitë që shfaqe kundërshtimet që shfaq. Pra dashuria është zemërgjar. Dashuria është e dhimbshme. Do të meritonte çdo fjalë pak më shumë meditim, por nuk mund e bëjmë, por thjesht po e lexojmë. Dashuria nuk ka smir, nuk mbahet në të mall. Nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhrohet, nuk e marr mend keqen. Mu hakmar kundër treut, është gabimi më i madh. Ti mund veprosh pak me disiplinu, por nëse vepron mu hakmar, jetu bën një gabim trashanik, sepse rrezikon me provoku të kundërtën, dhe më thanë do të merresh hakmarrje, sepse ja mëson hakmarrjen si vlerë. Kur këtë gjë e bën prindë, kur këtë gjë e bën edhe edukuesi. Pra nuk hakmerret, nuk e marr mend keqen, nuk i kënaqet pa drejtësisë, sa bukur, Shën Pauli vetë thot, patjetër që ekziston një formë disiplinimit, pra nuk i kënaqem të keqes që bën tjetri, e në këtë rast as të keqes triut, por i gëzohet të vërtetës, arsyton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka.
dashuria nuk mbaron kurrë, thot Shën Pali. Biblistat është fantastike, pastaj thonë, duke folë për fjalën dashuria, po ta mendosh Shën Pali, pra kur po pikturojnë fytyrën e dashurisë, duket se po pikturojnë fytyrën e Jezusit. Po ta mendosh që Jezusi është dashuria, vetë Zoti i bam njeri, është e mishnume. Mirë, patjetër pra që të qosh Jezusin është të qosh gjithçka, por në formën që i takon edukuesit, në këtë rast edhe prindit. Prandaj duhet të bazohet për të dashuria e kuptuar në këtë formë, me një zemërgjënësi shumë të madhe. Edhe në fakt kur fëmia e kupton sa është i dashur me gjithçka, do të ketë vetë kujdes në përzgjedhjen e shoqërisë. Sa prind janë që bëhen marak, kam frikë se fëmia po më zgjidh shoqërinë të gabuar, me drejt bëhen marak. Por kur ti je mush me dashni, me për kujdesi, jo vetëm me roje, por thamë me gjithë kohë, me i dhuru dashni, me rrit brenda një formati dashnie reale, pa interes, fëmia vetë ka një zemër, i riu ka një zemër, edhe din me thonë, unë duhet ta respektoj këtë përkushtim që ka familja ime. Edhe din me gjithë, mund edhe të gabojnë, por edhe nëse gabon, din me u korrigju në bazë të dashnisë e din se e ka pas shpinës, asaj dashnie që ndoshta duke të rrelot tash për zgjedhjet e gabuar të fëmijës, fëmia din me marr veten, fëmia i riu. Din me përzjell shoqërinë, din me përzjell përdorimin e rrjeteve sociale që po shndrohet në kaq shqetësim kaq të madh. Me të drejtë deri dikun, por nuk është problemi i rrjeteve sociale, Instagramit, TikTokut, që po dojnë të bëjnë mu kalu gjithçka sikur fajin e kanë rrjetet sociale. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, dhe nuk është se janë më të fortë se prind. Jo, nuk duhet të dorëzohen prind. Prindi që dorëzohet gabon shumë. E para nuk beson te hiri i Zotit, që është gjithmonë më i fortë. E nuk beson se inteligjenca njerëzore është më e madhe se sa inteligjenca artificiale. E ajo që quhet inteligjenca artificiale, patjetër është e përdorur për një inteligjencë njerëzore, gjoja për me të bën ty me besu se tash erdhi koha që s'ke ç'a bën më me të rit, për me të mashtru, por jo, nuk duhet të dorëzohesh në dashnin përballë fëmijës tan. Edhe të gjesh ti ta mushesh me dashni vetë fëmia, me hirin e Zotit patjetër, e hiri i Zotit ekziston edhe te hiriu, do të dinë ti përdorin rrjetet sociale. Ç'a dhurojnë dashni rrjetet sociale pastaj? Dhurojnë varësi, po kur ai e ka varësinë e shnetshme prej familjes, e thash më sipër ekziston një varësi e shnetshme, atëherë din ti e kanalizojnë edhe kur e sheh veten se po krijon varësi të pashnetshme dhe mund të tërhiqet, me shumë mundësi mund të tërhiqet. Mashtruesit mediatik përpiqen t'u amushin mendjen të rinjve se seksi, droga, ndefrimi, aventurat, qoftë edhe të rrezikshme, e mushin jetën. Nëse ai është i mushur në zemër, pak a shumë se njeriu nuk është kurrë krejt i mushur, e duhet mësojnë me bashkëjetu me një farë bushllëku që si thosh vetëm Zoti e mush me përshpirtnin, me fejnë, me uratën, por po thosha nëse e ka pak a shumë zemrën e mushur, atëherë ndin të mos lëshohet në aventura të rrezikshme. Thot Papa e në gjumë masi për iluzioni i drogës, rreziku i rebelimit dhe kërkimi i gjërave të përkohshme krijojnë tek të rinjt më shumë se tek të tjerë konfuzion dhe fshehin bukurinë e kuptimit të jetës, duke i bërë që të rrëshqasin në humnera të errta e duke shtyr drejt gjesteve vetë shkatruese. Pra këto janë manipulimi i dashakësive. Sa rëndësishme është me gjithë kohë e përsëritet edhe një herë që unë besoj se është një prej çelësave më të rëndësishme që prind duhet ta përdorin për hapjen e zemrave të rinjve, me gjithë kohë, me tret kohë me njëri tjetrin. Por thash, nëse mungon kontakti, sidomos nëse ekziston dhuna e abuzimi me njëri tjetrin, urrejtja e kur prind ka herë e kanë edhe mendjen tek një lidhje e tretë jashtë çiftit, atëherë problemet viktima e parë është fëmia. Prandaj nuk është vlerë tradhtie se kanjëherë po përpiqen ta bëjnë të kalojnë si një vlerë, si një aftësi. Puno me veten, thirrë Zotin në im, patjetër që ai që ka dhënë rregullin, ka dhënë edhe hirin. Por kush është viktima e parë është fëmia, sepse ti do të shpenzosh kohë pastaj tek dashuria e tretë që duket se po të plotson. Atje do të shpenzosh parë, nuk është për hall fëmijësh, atje shkojnë shumë parë investime për të majtë, zise çfarë duhet të majnë. Pra, sidomos atje shpenzon energji e nuk i shpenzon më me fëmin. E shihni se nuk po flasim vetëm për të rinjt, e duhet mos flasim vetëm për të rinjt, për të ndihmuar të rinjt, sepse të rinjt kanë nevojë edhe për praninë e të rritunve. E zakonisht më ka qelluar në atë përvojë modeste që kam pas, zakonisht vajzat janë ata që kërkojnë atëherë një streh më shpejt jashtë familjes, kur në familje rrezikojnë të mos i gjejnë, edhe rrezikojnë të marrin edhe vendime të ngutshme.
nuk është një formulë që vlen për gjithë, se janë edhe djemë që nganjëherë ja grahin me të majtë me djathtë, por mundet me qenë një sinjal që ka një vështirësi në familje. Mos u pas frikë. I riu ka nevojë me tregu jetën, me kallëzu përvojën tënde. Kur rrin me njëri tjetrin flitni, ka herë prind banë edhe mërzitshëm se flasin dimon për njëjtën historinë. Por triti i ndihmojnë sidomos në adoleshencë, tregimi i jetës quhet nga psikologët. Pra me tregu jetën, kur isha në moshën tënde, më kanë kështu, me tregu sepse po i përjetoj ndoshta ato gjëra. Edhe kur i riu kundërshton, thon psikolog, zot me pas frikë, sepse të pyet duket kundërshtu. Mos e pas frikë. Jo, kjo gjë, ju mendoni ashtu, ju te i bab dinanve, mos ki frikë. Merr kundërshtimin e tij në mendjen tënde si pyetje dhe jepi përgjigje, sepse është një pyetje praktikisht. Dhe mundet me pa fëmia tek ti bukurinë e të qenurit prind. Mundësinë që problemet çift ka përcen. Mund shohin bukurinë që ka martesa dhe mund të marrin guximin për martesë, bjen ai miti i bukurisë së bashkëjetesës, sepse e shën syt e familjes vetë, prindve vet bukurinë edhe të martesës. Është e mundur martesa, pra nuk është se çan ka kaq e komplikuar. Është bukur të lindësh fëmijë, gjë që sot paraqitet si një pengesë. E keni nganjëherë disa statuse, falni, por edhe shumë të fyse të disa nënave të reja që thonë jemi mami, por nuk dukemi si mami. Që do të thotë, të vjen turp ti jesh nan, ndërkohë që mund të jetë rasti për të kenë më krenare se kur. Pse duhet se s'ban të dukesh si një vajzë kur nuk je ma, vetëm vajzë. Prandaj kujdes për këtyre idealeve të mashtruese që më përpiqen të paraqesin disa. Bukurinë e lidhjes me gjyshat e shohin në familje, se sa bukur është të kalosh vlerat për një brezi tek brezi tjetër, brezi që po kalon edhe po afrohet fundit të jetës, i mëson edhe ti kur të vish në fundin e jetës kujto për gjyshin tënd se si e ka mbyll jetën. Nuk është pak, sepse ai do të plaket dhe do të smuret, do të përballet me vdekjen. E kujton se e ka përjetuar gjyshi. Bukurinë me pas vëllezën, e përjeton në familje, me pas motra. Kujdes për idenë se mjafton një fëmijë. Patjetër mjafton kur nuk ka mundësi më shumë. Por nuk është ideali që duhet të synohet. Është bukur të kesh vëllezën, motra, qoftë edhe për të ngatruar me njëri tjetrin, por aty gjen me emocionet reale. Ndryshe është të ngatrohesh me dikën në mënyrë virtuale, ndryshe në jetën reale, sepse e kupton se edhe mund ka përcen. Plus kur ka vështirësi pastaj, ato të vinë më afër se kur. E kupton se jeta ka emocione të ndryshme, emocionet për vllain, për motrën, për nanën, për babën, për gjyshin, emocionet për axhin, për hallin, për tezën, dajet, kushret. Janë emocione gjitha, nuk është e vërtetë se i vetë me emocion është, wow, sa bukur është dëfresh. Jo, bota njerëzore është shumë e pasur, i riu e zgjeron zemrën në lërmishmërinë e këtyre ndjenjave njerëzore. Kujdes kur bota mundat me të bindë se fëmijët do të mi pas gjitha kushtet për të pas një fëmijë. Nuk është e vërtetë se duhet kesh gjitha kushtet. Ka pasanik boll që ankohen për fëmijët dhastum që kanë, dhe për fëmijët që kthehen kundër prindërve gjoja në emër të idealeve. Ka pasanik boll që ankohen me këtë gjë, fëmijët të cilëve drogohen sepse mungon diçka në nivel afektiv që thamë më sipër. Pra, fëmijëve duhet të ngrohesh zemrën. Patjetër mund të mendohet një plan familjar mund ta quajmë kështu, por mos e egzagjerojmë, sepse këto gjëra edhe si familjarëm që dhan mi has ka herë edhe në rrëfime, patjetër na takon me folë dhe si prifta. Nuk duhet ta egzagjerojmë si qytetari, atë patjetër si të krishterë, sepse i pengojmë të rinë të kenë shpresë për jetën. Përmenda shpresë fjalën bukuria, kësaj bukurie të ketë kështu, bukuria kështu. Pra rëndësinë e shembullit. Edhe unë jam bë prift se kam pasë të tjerë, se të jesh prift është diçka e bukur. Jo thjesht detyrë, si detyrë ndjeja edhe përpara, pra si thirrje. Por normal që kundërshtoja, nuk pëlqente një gjë e tillë. Vetëm kur në njerëz konkrete kam pasë kjo gjë është edhe e mundur, edhe e bukur, edhe mund të jetohet me gëzim. Kam thënë, këtë mund ta bëj edhe unë. Pra kështu edhe i rasti i prindit, i fëmijës, pra që shef prindin se jeton edhe bukur të kenonit prind, jeton bukur këtë, sot edhe unë do të bëjmë kështu. Rëndësia e gëzimit, pra ti përqash gjitha këto vlera me gëzim. Don Bosco fliste shumë për gëzimin. Mos e thoshte djalli ka frikë për njerëzve të gëzuar. I gëzuar prindi mundet me qenë atëherë edhe elastik. Çfarë do të thotë? Din ti përshtatet kushteve të paprituna që dalin në jetë, edhe dalin në jetë. Thot një proverb arab, thot, bijt tu i banojnë tashma në shtëpitë e nesërmes, shtëpitë të cilat ju nuk jeni në gjendje ti vizitoni as në ëndrat tuaja.
Pra, banojnë atje kush prej prindve e ka imagjinu sa e fort do tjetë prania rrjeteve sociale. Jo, deri para 10 vitesh, pa i thojmë edhe i fije ma shumë, nuk imagjinoj një prani ka që fort. Nese nuk e di që mund dalim një gjatë tjetër, por të jesh elastik është bukur. Prandaj Don Bosco, du të nalem këtu, thoshte, duhet përdorim dashurinë me gjitha, e cila arrin t'i bëj ballë shumë sulmeve të ndryshme që mund vinë dhe e mush zemrën e triut me dashuri. Duhet të përdorim arsyn, nuk po ndalem ma gjatë, por bukuria e dialogut që lind kur harxhon kohë njëri për tjetrin. Korrigjimi, kujdes nga nëshkimet, thoshte Don Bosco, mos të bahen për hakmarrje, mos të bahen kollaj, mundësisht thoshte mos bahen hiç. Mos e Don Bosco thoshte dikon në letrën e tij që thash për sistemi për analuz, për 40 vite unë më mend se s'kam marrë asnjë ndëshkim, thoshte. Por edhe nëse duhet me lanë, thot në këshillat e tij, t'jepet i proporcionuar dhe kur me idenë se po hakmerresh. Por për një disiplinë të matën, për t'i bërë me kuptu pak a shumë se mund të ketë pasoja një gabim i tillë, sidomos për t'i bërë me kuptu distancën që ti marrën me sjelljen e tij. Të nxjerrësh në pa arsyeja kërkon që të nxjerrësh pa talentet e fëmijës. Jo detyrimisht fëmia jo duhet të jetë jurist. E këtu janë bën gjithë juristë zakonisht. Jo detyrimisht duhet të jetë mjek, nuk është e thënën. Jo detyrimisht do të jetë mjeshtër në artimit, ku di arkitekt. Shumë mirë nëse e dëshiron vetë, nuk është problemi atë. Por nëse do të jetë piktor, balerin, aktor, ku di unë në profesor tjetër që ty duket kot, pse jo? Ta frymëzosh. Ta ekuilibrosh pak, zakonisht djemt duhen bëhen gjithë futbollista, edhe nëse e sheh se ndoshta është një anër pak si me kam jo për tokë, atëherën e ekuilibron pak, por ka talente që duhet i frymëzosh, ndoshta bëhet edhe i tillë. Shkolla duhet të synojë një formim jo vetëm intelektual, por edhe njerëzor, të tërësishëm më saktë. E sa bukur është lidhja e mësuesit me fëmin. Unë më mend sa shumë kishim lidhje me disa mësues që nuk e harrojmë kurrë. Edhe zakonisht lana që të pëlqen më shumë për entuziazmit që përcjell mësuesi edhe kompetencës, patjetër edhe kompetencës, por për zemërësisë së bukur që din me të përcjell edhe pasionin për lanën e tij, por edhe tregohet mik, edhe pse të qorton, po tregohet mik shok fantastik. Pra sa bukur është mësuesi, edhe është bekim i Zotit, e unë besoj se ka shumë mësues tillë që din të harxojnë kohë me nxënësit e tyre, kohë edhe jashtë mësimit, pra edhe në pushim me gjëra të tilla, por sidomos i shohin si njerëz në rrallë parë dhe i vlerësojnë ngjarjen pa botën afektive të triut, dhe kështu e fitojnë atri dhe ja mundsojnë që të studiojnë edhe ma me qejf. Politika, unë besoj se duhet ta fuqizojnë rolin e mësuesit. Nuk është e drejtë që një mësues të pushohet nga puna thjesht sepse është bërë një video se i ka fol një fëmijë edhe nëse i ka tërheq pak veshin. Edhe dikur i kanë pasi natë mësues të dhunshëm. Unë më mend në kohën kur isha unë fëmijë. Por pra ta lunojnë fëmin nuk e pranon askush, por prind kishin dëshirë që mësuesi të jetë disiplinues në klasë. Pra politika nuk duhet ta shfuqizojnë forcën e mësuesit në klasë, autoritetin e tij moral që ai ka. Sepse ka fëmijë që e shfrytëzojnë atëherë këto ligje, unë besoj që këto ligje ndihmojnë fuqishëm pak edhe djallëzisht për të shfuqizuar pak autoritetin e mësuesit dhe e fuqizojnë dinakrinë e disave që pastaj janë si molla e kalbun që damtojnë një klasë të tane më shumë se një klasë. Nuk mund të zhgënjejmë të rritë, thot papa, që në pasionet e tyre pastaj duhen të bëhen filan profesion dhe të kultivohet edhe nga politika e mundësia që të gjejnë një punë të tillë. Dobia në shoqëri që të ketë programe të virtytshme. Shoqëria, pra, e shihni se sa më jemi duke përdorur arsyeën, pra duke thënë se si Don Bosco thotë të përdoret arsyeja, politika duhet të përdorin programet që mund të fitohet prej disa programeve, s'po ja vëmra sepse duket një programe që si hyje paraqes si njerëz shumë i moral, shumë kot, pa karakter, pa qëndrueshmëri, pa besnikëri, edhe qoftë marrëdhëniet afektive, seksuale. Luhatjen e tmerrshme që ata kanë si karakter e paraqesin si një vlerë, vetëm për të marrë disa klikime. E ashtu quajtuna shoqëri e hapur, gjoja me mendje të hapur. Kujdes, njeriu ka nevojë për rregulla. Është një fjalë e urtë shqiptare që thotë shtëpia ka tjegulla, familja ka rregulla. E një fjalë tjetër latine thoshte maje rregullën e rregullat man ty. Thash trive nuk u pëlqejnë rregullat, por nëse politika ushqen këtë gjë e damton sepse njeriu priret pak të mos i pëlqejnë, megjithëse të rregullat kanë urtinë vet, maje rregullën se rregullat man ty. Kot nuk kanë ardhur disa vlera deri tek ne, brez pas brezit.
Dhe ne që themi, sot jemi në 2025, o ku pa di, ma shumë, ma pak, a thu se jemi brezi ma inteligent që ka ekzistu në i herë. Nuk është e vërtet se shoqëria njerëzore gjithmonë drejt një lartësimi të inteligencës. Nuk është e vërtet. Disa njerëz shpikun gjana ma të bukura, por disa tjerë nuk është e vërtet se përparojnë. Bile disa manipulohen prej këtyre inteligentëve që shpikun gjana. Kujdes, nuk është e vërtet se ecët gjithmonë lart. Jo, do të kemi shumë kujdes. Kur isha unë 20 vjeçar në vitet 2000, thuaj, jemi në vitin 2000, ti thush sot një triot 2025 në kusur, pra ti thuhet jemi në vitin 2000 e bën me qesh, sepse janë 25 vjeçar që thonë atëherë ishte kohë e vjetër. Në atë kohë e mashin vetin shumë inteligent brazim, pra. Por gabim. Prandaj është bukur që edhe fëmia vet të dinë mu konsultu me prindin kur zgjall grupet rinore, kur zgjall shokët që frekuenton, edhe kurset që frekuenton, o edhe shkollën që edhe me frekuentu. Është bukur të jetojnë në grupe, e sidomos në grupe që nuk kanë mi gjitha interesin seksual, për shembull, thjesht të lidhen kështu, sepse është bukur të shohin se ka dhe vlera të tjera. Patjetër aty pastaj kultivon edhe krijimtarinë, shpirtin e miqësisë, ndjenjat të tjera, vetflijimin. I lind dëshira për të feju e për të martu, por mbrana një kornize të gjanë vlerash, jo thjesht sepse wow, sa bukur me yje që nuk fiken në kopëdite se po flasim edhe poezina që nga një herë i ndëgjojmë, por e tim se na bëjnë edhe me qesh. Kujdes, ndoshta përdorimi i tepërt të imazheve të papastërta në rrjetet sociale, pra me video ose me foto, kërkon pikërisht të frenojnë këtë mundësi të shpërthimit të vlerave edhe të emocioneve të larmishme të trejut, pra krijimtaria, miqësia, vetflijimi. Kujdes, prandaj na duhet edhe të shmangen, sepse izolojnë fantazinë, nuk e ndihmojnë për të shpalosur gjitha aftësitë e saj. Feja, edhe e përmenda pak më sipër edhe po kaloj më shpejt. Është fymje, besoj, për dinjitetin e trejut, të mos u flasësh për Zotin, të mos u flasësh për mëkatin, për djallin, për parrizin, për ferrin, për vërtetet e fesë. Do të thotë të bash aty në një padrejtësi të madhe. Qysh fëmijë, nuk mjafton me i thënë fëmijës shkon në kish, por hajde shkojmë në kish. Kujdes, nuk mjafton as të nisësh gjyshin me fëmijën, se cila mesazhi që kalon. Përples është feja, kështu që ti shko edhe e shohim të rritë që kur rriten pastaj në adoleshencë mrapën, nuk shkojnë më në kish, sepse fajin e kanë prind, sepse kanë kuptuar se feja është përples. Duhet të shkojnë bashkë, duhet luten bashkë, dhe kështu e fuqizojnë. Ecja drejt parrizit, pra, ecja drejt jetës pasosën, nuk është vetëm për plest, por për gjithë. E përmenda më sipër Don Bosco një herë kur ishte tashmë plak dikush e pa duke ecë në probor të oratorit dhe i tha, ku po shkojmë Don Bosco? E Don Bosco me buzëqeshje i tha, po shkojmë në Parriz. Pra, jemi në ecje, jo kishte mësuar trive qysh ka herë nuk turproi për një gjë të tillë, por ja dëshmonte me fej e me guxim. Jo më kot Papa Francesco gjatë vitit 2025 ka vendosur të shpallë shenjtër dy të rinj italian. Pier Giorgio Frassati, 24 vjeç që vdiq në 1925, dhe Carlo Acutis, që vdiq 15 vjeçar në 2006. Pier Giorgio Frassati ishte shumë besimtar. Njëherë dikush i tha, a je fanatik, se po bën pak si tepër fanatik në disa vlera. Jo, i tha, kam meti krishten. E njëherë dikujt tjetër kishte thënë, e ardhmja është në dorë të Zotit, thoshte Pier Giorgio Frassati. Ma mirë se kështu s'ka si shkojnë. Një iri që lëshon veten në dorë të Zotit. Carlo Acutis, që befason me famën e jashtëzakonshme që ka marrë në nivel global, edhe pse thash ka vdek vetëm 2006, edhe po shpallet shenjë 2025 shumë shpejt pra. Dikon në shkrimet e tija janë gjetë të fjalë. Eukaristia është autostrada ime për në qiell. Rozaria është shkalla ime më e shkurt për shku në qiell. Jo unë, por Zoti, shkruante. E fjala më e famshme e tij është kjo. Të gjithë lindim original, por shumë veta vdesim si fotokopje. Një djalë 15 vjeç kishte një pjekuri të tillë. Të gjithë lindim original, por shumë veta vdesim si fotokopje. Që t'i ndihmojmë të rit, që të mos jenë thjesht fotokopje, por të jenë original, duke vazhduar të jenë original, të qëndrojnë pranë. Dhe kështu atëherën edhe ata do të dinë të jenë original dhe të jenë edhe shenjtër. Prandaj Papa thot, edhe përfundoi edhe me fjalët e Papës, tu tregojmë afërsinë të rinjve, sepse ata janë gëzimi dhe shpresa e kishës dhe e botës. E për këtë kërkojmë edhe bekimin e Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.